Operacioni amerikan vendosmëri absolute që çoi në kapjen e presidentit venezuelian Nicolas Maduro nuk u mbështet vetëm te forca ushtarake dhe inteligjenca, por dhe te negociata të fshehta në majat e pushtetit në Caracas. Pikërisht këtu përqendrohen dyshimet më të forta te roli i mundshëm i zëvendës presidentes Delcy Rodriguez. Sipas burimeve amerikane dhe spekulimeve që qarkullojnë në qarqe diplomatike, CIA kishte vendosur kontakte të drejtpërdrejta me figura kyçe të regjimit, duke siguruar bashkëpunim nga brenda. Emri Rodriguez del vazhdimisht si hallka kryesore që mund të ketë hapur rrugën për rrëzimin e Maduros në emër të pragmatizmit politik dhe kontrollit të dëmeve. Mediat amerikane kanë raportuar më herët se Rodriguez kishte tentuar të ndërtonte ura besimi me Washingtonin përmes ndërmjetësimit të Katarit, duke u paraqitur si një bashkëpunuese e besueshme për të ardhmen e Venezuelës. Sipas New York Times, administrata Trump ishte impresionuar nga mënyra se si ajo kishte menaxhuar sektorin e naftës dhe e shihte si një alternativë të mundshme për tranzicionin e pushtetit. Në këtë kontekst, interpretimi më i përhapur është se Delcy Rodriguez mund të ketë ofruar SBA-s ato që kërkonte më shumë, Maduron si trofe politik në këmbim të hapjes së rrugës për marrëveshje të reja energjetike dhe mbijetesës së një pjesë të elitës në pushtet. Ndërkohë, operacioni në terren u zhvillua me lehtësi të pazakontë. Pavarësisht rrethimeve të shumta të sigurisë rreth Maduros, bastisja e Delta Force u krye pothuajse pa rezistencë, duke forcuar dyshimet se struktura e komandës ishte paralizuar qëllimisht nga brenda, edhe pse asnjë provë zyrtare nuk e konfirmon publikisht këtë skenar. Fakti që Maduro u kap kaq shpejt dhe pa një reagim real nga aparati i tij i sigurisë ka ngritur një pyetje që po dominon diskutimin politik në Venezuelë. A u rrëzua Maduro nga armiku i jashtëm, apo u sakrifikua nga njerëzit më të afërt të tij?